Qarku i Dibrës u përfshi nga rreshjet e dëborës ditën e diell, ku trashësia në zonat malore shkoi deri në 30 cm. Situatë shumë problematike u krijua në rrugën e Arbrit, e cila u bllokua për më shumë se 3 orë për shkak të prezencës së dëborës dhe akullit. Tjetër rrugë problematike ishte dhe ajo që lidh Matin me rrugën e Arbrit. Vetëm rreth mesnatës është bërë mundur që qarkullimi në këto rrugë të bëhet normalisht dhe pa probleme. Ndërkohë prefekti i qarkut Dibër Nexhbetin Shehu tha se situata këtë të hënë është normalizuar dhe se nuk ka probleme me qarkullimin e automjeteve qoftë në rrugët nacionale e qoftë në ato rurale. Është vërtet nga orët e drekës kemi pas prani rreshtit borës në të gjithë qarkun e Dibrës, veçanërisht Peshkopia dhe Bulqiza. Pra Dibra dhe Bulqiza kanë patur më shumë, shoqëruara me ngrica në orët e pasdites të mbrëmjes deri në orët e mëngjesit. Trashësia e borës ishte aty shkon nga 4-5 cm deri 20 cm në zonat e thella. Është fakt di që në orët e pasdites si rezultat i ngricave edhe rruga e Arbrit ka pas bllokime të pjesshme të rrugës, po kështu edhe në segmentin më shlar Peshkopi apo në Kalat Dodës që ka shuar në bllokim të makinave për 2-3 orë. U bën ndërhyrja me mjetet e koncesionerëve të hapur me hedhje kripe dhe faderoma dhe orët e vona mas orës 10-11 janë hapur gjitha akset. Sot që po flasim të gjitha akset janë të kalueshme, jo vetëm akset nacionale, por edhe rrugët rurale. U kanë komunikuar me kryetarët e bashkive dhe gjithë shefat e emergjencave. Pra në pikpamjen e infrastrukturës nuk kemi rrugë bllokuara momentalisht. Problemi është se bora ka rënë një kohë të vonë, ka rënë në muajin prill dhe frutikultura sipas mendimit specialistëve është dëmtuar rënd në Dibër për arsye se pemet kanë qenë lulëzim edhe prania e borës me temperaturë të ulta që kanë shkuar deri -4, -5, sipas specialistëve të bujqësisë duhet të ketë shkaktuar shumë dëme në Qershin, Moll, Kumull e tjerë. Po kështu dëmtime mund të ketë edhe në Foragjere dhe në Jonxha, meqenëse kanë qenë lulëzim, kanë qenë gati 20 cm të rritura, edhe është dëmtuar për ato rikuperin. Shqetësim për prefektin Shehu mbetet dëmtimi që mund të shkaktojë ngrica qoftë në frutikulturë e qoftë në sektor të bujqësisë, pasi është periudha e lulëzimit të pemëve frutore apo bimëve të tjera bujqësore. Specialistët e bujqësisë janë në teren, edhe bashkitë, edhe drejtoria rajonale që ka sektorin rajonal që mbulon aksesionit bujqësor që mbulon bujqësinë, janë në teren po bëjnë një vlerësim të përgjithshëm të dëmave që ka sjellë temperatura ulta dhe bora në qarkun e Dibër. Sa përket energjisë elektrike? Nuk kemi mungesat, mund të ketë qenë të pjesshme, por sot që po flasim nuk kemi mungesë të energjisë elektrike. Ke zaldart në Poshalia? Unë nuk e kam këtë informacion. Në mëngjes në orën 8 ka pas mund të ketë riparime momentalisht, por nuk ka ndërprerje energjisë elektrike. Temperaturat pritet të jenë të ulta edhe në 2 ditët në vijim, ku në Peshkopi e Bulqis pritet të zbresin deri në -6 gradë Celsius.